Kompania rajonale ujësjellësi Gjakova ka bërë të ditur se bazuar në ligjin për rregullimin e shërbimeve të ujit, autoriteti rregullator për shërbimet e ujit ka përcaktuar tarifa të reja të shërbimeve të ujësjellësit dhe ujrave të ndotura. Në kategorinë e konsumatorëve shtëpiak, tarifa volumetrike për shërbimet e ujësjellësit nga 0.39 në 0.52 cent. Tarifa volumetrike për shërbimet e ujrave të ndotura nga 0.15 në 0.18 cent, ndërsa për kategorinë e konsumatorëve jo shtëpiak, komercial dhe institucional, tarifa volumetrike për shërbimet e ujësjellësit nga 0.55 në 0.67 cent, tarifa volumetrike për shërbimet e ujrave të ndotura nga 0.32 në 0.40 cent, ndërsa tarifa fikse mujore do të përcaktohet në bazë të diametrit të kyçjes në rrjetin shpërndarës. Urdhëresa tarifore e shërbimeve të KRU Gjakova hyn në fuqi nga 1 janari vitit 2026 dhe vlen vetëm për vitin fiskal 2026, ndërsa lartësia e tarifave përfshin vetëm vlerën faturale për shërbimet themelore përjashtuar TVSH-n.